Gjykata speciale e Hagës njoftoi shtyrjen e dhënies së vendimit për ish krerët e UÇK-s të paktën deri më 20 korrik. Ka reaguar PDK që thosë se kjo zgjatje tregon se drejtësia e ka humbur kuptimin, ndërsa avokati i popullit në Kosovë ju drejtua me një letër sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio. Gjykata speciale ka zgjatur afatin për shpalljen e aktgjykimit për ish-krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi. Në njoftimin e dhomave të specializuara, thuhet se zgjatja e afatit është përcaktuar deri më 20 korrik. Paneli gjyqësor ka nxjerrë një vendim për zgjatjen e afatit për shpalljen e aktgjykimit edhe për 60 ditë të tjera deri të hënën, më 20 korrik 2026. Për shkak të kompleksitetit të çështjes. Kjo datë nuk është data e shpalljes së aktgjykimit, por vetëm data që përcakton afatin e zgjatur. Paneli shtoi se nëse një zgjatje tjetër bëhet absolutisht e nevojshme, ai do të nxjerrë një urdhër për këtë në kohën e duhur. Ka reaguar Partia Demokratike e Kosovës, e cila nëpërmjet një komunikate vlerëson se kjo vonesë është dëshmi që ky proces i stërgjatur ka humbur kuptimin e drejtësisë dhe është shndruar në proces të ndikuar nga kalkulimet politike. Shtyrja e fundit është një goditje tjetër ndaj besimit tonë në drejtësi dhe një padrejtësi e shtuar ndaj ish-krerëve të UÇK-s, të cilët prej rreth 5 vitesh e gjysmë po mbajnë në paraburgim, duke u ashndërruar këtë mas në i dënim të heshtur të imponuar përmes vonesave të përsëritura. Ndërkohë avokati i popullit Naim Qela ju është drejtuar me letër përmes kanaleve diplomatike sekretarit amerikan të shtetit, Departamentit të Drejtësisë të SBA-s dhe shteteve financuese të dhomave të specializuara të Kosovës, duke ngritur shqetësime serioze mbi bazën e gjetjeve të organizatës Bar Human Rights Committee of England and Wales. Sipas raportit, janë identifikuar probleme serioze në mbrojtjen e garancive procedurale, veçanërisht në lidhje me të drejtën për një gjykim të drejtë, transparent dhe të paanshëm. Pasja një gjykimi të drejtë është e përcaktuar në nenin 14 të Paktit Ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike dhe në nenin 6 të Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit. Gjykimi ndaj 4 së UÇK-s ka nisur më 3 prill të vitit 2023, gati 3 vjet pas konfirmimit të akt akuzës, prej kur ish-krerët të UÇK-s mbahen në qendrën e paraburgimit në Hagë.